po e trajtojmë rastin sikur sot ndodhi dhe mbaroi përfundoi gjithçka. Ne jemi në kohë, ose më saktë, prokuroria është në kohë të kërkojë një hetim për të gjithë të përfshirët në këtë aferë. Unë nuk jam fort dakord që akuza e ngritur është një akuzë që nuk i përshtatet, duhet të rritet. Jo, prokurori duhet ta lisë dhe të kërkonte edhe një hetim pasuror për titularin e drejtorisë, sepse shkelje barazisë në tendera mund t'jenë dhe 2 antarë të shkretë të KVO-s të cilët kanë qenë të detyruar për shkak të vendit të punës. Por kjo nuk do të thotë, jo, po tjetër gjë, por kjo nuk do të thotë detyroj filani. Kjo nuk do të thotë që titulari, po prap edhe po e detyroj filani prap ai me atë dënim merr. Po s'ke marr para, por s'marrin para, po. Titulari duhet jetuar më ndryshe. Dhe nuk është bërë një gjë e tillë, shkojmë në gjykatë, nuk është dhënë ndonjëherë gjykata, nuk është kjo herë e parë. GKK-ja ka shumë kohë që po jep dënime krejtësisht të lehta për të gjithë, kryesisht për drejtorët e Bashkisë Tiranë, duke i përkëdhelur të gjithë. Unë nuk e di kusht, nuk mund të arri, sepse do një analizë juridike, për të dalë edhe duhet t'jesh një jurist shumë i mirë, për të dalë në përfundim, është një punë e dobët e prokurorit, apo është një lehtësi që gjykata enkas po ja jep fiks ish drejtorëve të Bashkisë Tiranë. Nuk e di, a është një mënyrë kjo, apo është... Duhet presim të ojë... Jo, nuk, po një jurist i mirë, duke i parë me një sy ndryshe, mund të dilte në përfundim. Tari, marim njërë tjetër tani këtë... është prokuroria, apo është gjykata? Prokuroria, pra se gjykata s'mund t'japi më shumë se shpërkon prokuroria. Duhet këtë një standart. Nuk ka shkelje të barazisë në tendera e pa shoqëruar o me akuzë për korrupsion, o me pasim produkteve veprës penale. Pra, nuk mund të qëndroj vetëm akuza e shkeljes barazisë. Pse e bën mor zotëri? Pse e shkel barazinë në tenderat? Nuk mund të ri, pra gjyqtari nuk mund ta pranoj, ore thot, zoti prokuror, nëse se ka sjell. Logjikë ekonomike. Se e bëri ky zotëria, po ja ka thënë tenderat. Ja ka budalla apo ka 10 lekë? Edhe ajo që tha Klodi është lidhet me këtë rast. U bë dënimi i parë, dolën këto drejtoreshat e para me vetëm me përkëdhelje me kreje nga Spaku. Bën dëme, vetëm s'punojnë, mund të rikthehen në detyrë një vit. Iku gjyqi i parë i drejtorëve të parë të Bashkisë. Nuk foli njeri, as nuk e vuri njeri ujë në zjarr që ata morën gjithë dënime me kusht. Erdhi rasti i dytë. Normale. Se do ikim nga kjo moment. Kur të vi rasti i tretë, atëherë mund bërtasi opozita, po te rasti i tretë do të thotë që gjykata e shkallës së dytë ikim nga ky moment. Është e formës prerë dhe ka mbaruar historia. Që dalin përpara do t'i rimarrim dhe ne do të jemi gjithmonë në proces se këtë punë kemi. Tani hymë në një moment tjetër. Ne në studion tonë kemi folur vazhdimisht për bankersin dhe kurumin. Do të kalojmë në të dy, po kemi ja anonshoj rrjet ç'po ndodh me hetimet për kurum. Lala, çfarë po ndodh me hetimet? A ka një përgjigje të analizave për mbetjet e dyshuara si toksike e tjera? Dhe të flasim për këtë dhe për bankersin më pas. Unë nuk flasë për herë të parë për çështjen kurum, që kur ka nisur skandali mbetjeve, që në këndvështrimin tim janë mbetje të rrezikshme, kam folur rregullisht paktën në emisionin tuaj, por edhe në ndarje të tjera publike. Dhe normalisht besoj që gjitha ato dyshime që ne kemi ngritur do të provohen. Ju e dini që pas një kohe dhe zvarritje shumë të gjatë, më në fund prokuroria e Durrësit arriti që të dërgonte jashtë vendit mostra të 102 kontenerëve, të cilët u kthyen, nëse e mbani mend, lundronin në det, nuk ishin mbritur akoma në Tajland dhe u kthyen në Shqipëri dhe janë vendosur në ruajtje në Porto Romano dhe mbahen aty në vëzhgimin e kamerave të sigurisë dhe të punonjësve të policisë. Në informacionet që disponoj, më rezulton që përgjigja nga laboratori në Itali ka ardhur dhe mbetjet kanë rezultuar të rrezikshme dhe tani i takon prokurorisë së Durrësit që te çdo dyshimi të përcaktoj se kush janë personat përgjegjës që kanë lejuar në mënyrë të paligjshme eksportimin e mbetjeve. Dhe nuk bëhet fjalë vetëm për këtë sasi që mbahet e bllokuar në Porto Romano, por në dokumenta që unë kam parë, sepse janë dokumenta publike, nuk është se i kam siguruar nga një institucion. Mjafton të hapësh të gjitha eksportet, mjafton të hapësh faqen zyrtare të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit e tjera me radhë, për të kuptuar të gjitha kërkesa që ka bërë kompania Kurum dhe më rezultojnë tonelata mbetje të rrezikshme të cilat janë eksportuar jashtë vendit.
Dhe mendoj që në këtë histori nuk bëhet fjalë vetëm për kompaninë Kurum, që në këndvështrimin tim ajo ka bërë falsifikim dokumentash, ka bërë më pas kontrabandim të lëndëve ose të mbetjeve të rrezikshme, por po ashtu duhet parë edhe çështja e pastrimit të parave, por më rezultojnë edhe një sër kompanish të tjera. Në rastin që ne flasim, pra në 102 kontenerët të cilët janë të bllokuar në Porto Romano, janë kontenerët të cilët janë eksportuar nga kompania Sokolaj SHPK në pronësi të Gjovana Sokolajt, që sigurisht ka patur qëndrime të ndryshme në prokurori, sepse ajo më pas ja ka shitur vetes së vet, pra një kompanie tjetër që e ka të regjistruar në Kroaci, duhet parë rrjeti kompanive të tjera të përfshirë në këtë çështje, dhe duhet parë përgjegjësia e zyrtarëve shtetëror, sepse historia e eksportit të mbetjeve të rrezikshme të Kurumit në këndvështrimin tim nuk është një histori që ka të përfshirë vetëm vetë Kurumin apo disa kompani të tjera. Unë kam dyshime të forta dhe këto e kam thënë gjithmonë dhe po e ripërsëris, po i takon prokurorisë tani të ndërmarrë veprime dhe të përcaktoj përgjegjësitë e gjithë secilit, ka të përfshirë dhe zyrtarë të lartë shtetëror, që janë të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, duhet parë a e ka kryer si duhet Agjencia Kombëtare, zyrtarët e këtij institucioni apo punonjës si duhet detyrën për licencimin e kompanisë apo për të dhënë lejen për eksportin e mbetjeve, a janë parë të gjitha ato kodet me kujdes? Zoti Soko mund na thot për shkak detyrave që ka mbajtur mënyrën se si funksionon, sepse për secilën mbetje ka një kod të përcaktuar dhe ka procedura të veçanta për të dalë jashtë vendit apo për të bërë asgjësimin e tyre. Kështu që unë shikoj përgjegjës brenda Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, shikoj përgjegjës po ashtu brenda doganës shqiptare, shikoj përgjegjës po ashtu brenda drejtorisë së përgjithshme të tatimeve. Pra janë një sër institucionesh të cilët nuk kanë funksionuar, ndoshta kundrejt rishfetit, ndoshta për shkak të paaftësisë, këtë do duhet ta përcaktoj prokuroria, por unë mendoj që tashmë nuk ka asnjë arsye përse prokuroria të mos ketë përgjigje zyrtare për këtë çështje. Për Durrësit apo për Spagun? Po flasim për prokurorinë, sepse unë jam e qëndrimit që prokuroria e Durrësit do duhet ta kalojë këtë çështje në SPAK për të patur një hetim, sepse unë nuk mendoj që historia e eksportit të mbetjeve të rrezikshme të Kurumit ka ndodhur nga disa njerëz të thjeshtë. Unë mendoj që ata kanë vepruar si grup i strukturuar kriminal dhe duhet parë përgjegjësia e tyre më në thelsi. Dhe unë mendoj po ashtu që ka zyrtarë të lartë të cilët duhet të hetohen vetëm nga SPAK-u. Kështu që duke qenë se përgjigjja ka ardhur dhe prokurorët duhet ta analizojnë në raport me legjislacionin kombëtar dhe ndërkombëtar, sepse bëhet fjalë për një eksport dhe për një vepër penale që është kryer edhe në vende të tjera, sepse mbetjet janë tentuar të eksportohen drejt Tajlandës. Rrjeti i Bazelit dha alarmin në atë kohë dhe pretendoi që mbetjet ishin të rrezikshme dhe për këtë arsye kërkoi kthimin e këtyre kontenerëve, 102 kontenerëve në Shqipëri.